Përshëndetje nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur të përgatit kos tamam që luga kështu se ç'pën mirë, ç'është mirë bëhet. Se ta zani kosën e Gjermani, shumica motë o thojë ne as puna nxosim Kosovës po më miron vjeç. Krejt që kanë në vitën janë 3 litra, pra 3 litra me qumësht të frest, e qesim të nxjerrë edhe vlojna. E lojna tani me u vok për ndryshe me ngros, sot na doron gishti i vogël, pra nxehtësinë. Mandej 200 gram me zavaran, pra si kurse pavllak i thartë. Edhe 150 gram jogurt për ndryshe kos. Këto janë që i blej pra në Kaufland ose çdo market ushqimor. Bismillah, pra hedhim qumshtin në tenxhere. 3 litra me qumsht. Edhe qumshti pra veç ka vlu, tash e nalim edhe lloçin e largojna me njerë se fluturon. Mbasi ka vlu qumshti të nxehtë, marrim një bakall edhe qesim ose në një tenxhere tjetër ose në qëto që të vlani qumshtin që doni ju. E shprazim pra qumshtin për ma qenë mollën si në bjeshk, e mbaj men si fëmijët e kdojt, gjyshja kur e shprazke qumshtin e lopëve kështu, me për ato kuritet në stan s'ka pas ma mirë. Nostalgji ma e mira e femirisë. E shprazim qumshtin. Qumshtin e kemi shpraz, në anën tjetër në bakall e kom lënë pra pak qumsht, edhe aty që të jeti vakt, sikurse në këtë enën. Kështu sa ta doron gishtin nxehtësinë, sepse përzina me kosën për ndryshe, jogurtin tharmit për ndryshe edhe shlagram pra që është pavllak i thartë. E lojna pak që bëhet i ngrohtë. Qumshti është vok tamam, tash e marrim pra 200 gram me zavaran, edhe qesim tek qumshti. Po ashtu edhe tharmin e kosit për ndryshe kosin. Kosën e merrni kështu, jo jogurt që është mat holl, por kështu me këtë hirën gjithmonë. Dashni më nxon kosi perfekt. E shefni mandej, s'po foli hiç. Sekreti është po ashtu tek çiki zavaram që është sikur pavllak i thartë pak. Me në fund krejt e shefni rezultatin. Për krejt loçkat që jetojnë pra në Europë e kada që jetojnë kështu pra nxane, kemi me pa vetë. Për Kosovë dihet atje një lupë kos, edhe ma nxohet qumshti bio i lupës. Këto ma ndryshe. Këto ma ndryshe sepse tu ja hekun nga të meshmit mozën, e në Kosovë, po flas të familje hem, aty e nxojnë me mozë, nuk ja hekun hiç. Për atë arsye nxohet kosi ma rrollë. E që kjo nxon me të kosit e shefni vetë. Qumshti pra është vok, deri në 10 nxehim, edhe gishtin e vogël pra e fusim tek qumshti. Nëse është pra që nuk ju djegët gishti, atëherë është i ngrohtë tamam për me zon kosin. Nuk bën me zon pra qumshtin e nxehtë sepse zgjatët. E kom përzi pra, si që thash fillim edhe tharmit, qumshtin, edhe që ata pavllakun e thartë, edhe bismillah tashti e përzina qumshtin. Shto pak mozën. Edhe hedhim tharmit, bismillah. Përzina. Edhe mbulojna këtë enën me kapak. E mbështjellim në një qese të najlonit ose me folje
nailonit kuzhinës, për mika pak po shtu, edhe e mshtjellim pra enën, ose të nxjerrën, ose kufe, ku e nxani, atë është puna juve, edhe me qebe të trosh. E lojna të pushoj për 3 orë ashtu e mshtjellën me qebe. E kemi mbështjell, e shifni enën me folje nailon, tashti e mbështjellim mirë me një qebe të trosh. Edhe lojna për 3 orë, pra që të pushoj kështu e mbulume me qebe, me u parit mirë. Mbas 3 orëve, tashti ja kemi largu pra edhe foljen e kuzhinës nailon, e shifni kosin se si është nxonë, edhe pse lëviz kështu. Tashti, mbas 3 orëve, e morëm këtë enën, qështu edhe pa foli që ja kemi hek pra nailon, edhe e fusim në frigorifer, e lojna pra në frigorifer deri të nesërmen. Të nesërmen, bismillah, mashallah. Tash ja largojna pra kapakun kësaj enës qelgjit. Kosi i trosh kajmak, dhe kjo është sekreti për juve loqka që shumica nuk ja u tregojnë, edhe mas shumë të që e ka mërzikut thojnë, a e kemi ditë që to. Ka herë bëj qështu, e ki ditë, e ki tregu kujna, mos majish për veti, po ndaje me tjera të motra se motra e në mezeti, kështu që mos falni veç hajt. Tash ja largojna edhe kapakun. Bismillah. Hej, mashallah, qëfar kosin. Po, unë jam fart kam qef kosin edhe djathin. Pash të dyja, edhe të shina ja dihet, veç kosi djathi nuk më gojnë asë njëherë në sofrën time. Kështu pra duket, kosi është në zonë për mashallah, shikani, i trosh, i mirë, kajmak. Ani me në zonë me qëmsht në Kosovë, që është ta më në bio edhe më të mirë. Pra e kom lënë një natë në frigorifer të nesërmen, e kom zhblu edhe kështu duket. Ju përshëndes përzemërsisht, nëse e provoni, ju lumshin duart, edhe ashtu kam i dalë si që ju kom thonë, kos kajmak, i trosh, tash e sheni pra vetë në këtë qas, që luga, keni me pa në lugë vetë. Faleminderit për krajnë që ma bëni, komendet e bukra e diri në recetën e radhës ka kuzhina. Njeri të them, miru, po fshim.